ishin në shizën top, po ju lutem mos të bllokoni rrjetin. Dy opinionistët më të rinj për ju sot në shizën top. Prania e Brikena Selmani dhe Mateo Borri në gjyrinë e Shizon Top mori vëmendje të madhe në publik dhe rrjetet sociale. Megjithatë, më shumë se paraqitja e tyre, ajo që nxiti reagime ishin dy unazat me diamant që Brikena mbante në dorë. Ky detaj krijoi menjëherë dyshime për një martesë të fshehtë mes çiftit. Moderatorja Sara Gjordeni i pyeti drejt për drejt nëse kishin kurorzuar lidhjen larg vëmendjes së publikut. Mateo Borri sqaroi se njëra unaz ishte dhuratë prej tij, ndërsa tjetra ishte një dhuratë familjare për Brikenën, duke zbutur kështu spekulimet për një ceremoni sekrete. Nga ana tjetër, Brikena reagoi me humor dhe tha se në rast se do të pjet një dasëm në të ardhmen, Sara Gjordeni dhe Bardhi do të jenë ndër të ftuarit. Përgjigjja e çiftit u bë shpejt virale, ndërsa fansat vazhdojnë të komentojnë marrëdhënien e tyre dhe mundësinë e një hapi të rëndësishëm në të ardhmen.